Suksesi i qeverisë është për ta bërë Shqipërinë të jetueshme. Si për ata që janë këtu, si për ata që kanë ikë, sepse askush nuk dëshiron të jetojë në një vend tjetër. Domethënë duhet jemi realistë në gjykim. Dy pyetje të shkurtra. Një nga sukseset e përmbajtura për gjatë 4 mandateve të qeverisë në mënyrë të vijueshme, dhe madje ata thonë që as opozita s'ka çfarë thotë në lidhje me këtë, është rilindja urbane dhe projekti 100 fshatrat, si një mënyrë për ta mbajtur shqiptarin të lidhur me zonën urbane apo rurale ku ai jeton, dhe për të parandaluar edhe këto krisjet demografike apo emigrimin. A mendoni ju që kjo ka qenë vërtet një sukses për të përshëndetur? Dhe e dyta ka të bëjë me pikatën e euros. Pse ka ndodhur kjo gjë sipas jush dhe çfarë sjell kjo si pasojë për ekonominë shqiptare? Shiko, ne duhet të kuptojmë diçka që çfarëdo lloj paraja që investohet në ekonomi ka impakt, edhe pozitiv edhe negativ. Rinja urbane ka shërbyer për të betonizuar Durrësi përmytet edhe për shkak të linjës urbane, Vlora përmytet edhe për shkak të linjës urbane, na përmytet edhe Gjirokastra, s'po them Shkodra që është vendi i përmbytjeve, Lezhë e tjerë. Do thotë që janë kryer investime që më shumë kanë kënaq interesat e deputetëve, kryebashkiakëve, bizneseve të lidhura me pushtetin e tjerë, se sa kanë kontribuar një të mirë publike. Natyrisht kanë hapur edhe vende pune për një farë kohe, kanë nxit importin e disa materialeve të ndërtimit, hekur e tjera. Kurumi ka punuar, nëse na ka ndodhur, domethënë edhe është një histori me vete. Dhe në këtë kuptim është shumë e diskutueshme çfarë mund të quhet sukses. Përveç se kemi zhduk sheshin Vlorë, kemi zhduk sheshin Durrës apo në vende të tjera, të cilat unë se preferoj dot Milanon pa Piazzën Duomo apo tjera si këto. Domethënë është një hap që krijon mundësi për të pompu para në ekonomi. Edhe unë kështu e shoh këtë lloj arritje. Kurse sa i takon kursit këmbimit, nuk ka teori ekonomike 2 shekujt e fundit që mund të justifikojë forcimin mbi çmimin e monedhës tonë kombëtare, lekut shqiptar, në raport me euron me rreth 40% në harkun e 3 viteve. Ka qenë 130 ca, 140, është 96 pikë ca sot që flasim. Çfarë tregon? Tregon që zhvillimet në anën e ofertës monetare, paraja që është pompuar, janë shumë më të mëdha nga çfarë absorbon ekonomia dhe çfarë ka nevojë ekonomia. Dhe kjo në fillim ka shërbyer kjo lloj tolerance. Pse ka ardhur? Ka ardhur për shkakun që qeveria ka 10 vjet më shumë që mundohet të bëj amnistinë fiskale, penale edhe të aseteve. Praktikisht kjo është amnistia. Dhe është lejuar. Ajo parulla që të sjedhin imigrantët deri në 2 milionë të tjera si këto s'kan si kanë bëj kështu. Ato janë për të justifikuar pa bazë ligjore, pa deri drafti ka shku. Meqense pati reaksion nga ndërkombëtarë, detyrimisht që u tolerua si e tillë. Për shembull, tani ka tendencë që këto aparat të penetrojnë edhe në infrastrukturën publike. Përsa kohë që jep leje, e fiton tender një kompani për të bërë një investim, disa 100 milionë euro dhe bilancet e kompanisë në një hark 5 apo 10 vjet, kur janë kompani që janë të mëdha, nuk justifikojnë as 10% asaj vlere nga do t'i marrë, do shërbej si hing për të kanalizuar, për të futur në sektorin publik, për të shndruar në borxh publik, sepse janë para që do paguhen së bashku me interesat, para me origjinë informale dhe kriminale, ku vjen edhe parat e korrupsionit dhe parat e drogave të brendshme, por kryesisht parat nga aktivitetet me drogat e forta jashtë vendit. Dhe kjo situatë, përsa kohë që përrejt, lumejt, rëket e parave të pista pompohen ekonomi, kjo do të rri kështu. Por sot që flasim, janë qindra kompani që punojnë me mall të parë të porositësit, lëndë të parë të porositësit, kompani të fason, cilat janë në kufit e mbjetesës. Eksportuesit. Do thotë që eksportuesit janë rënuar,